Sot jemi takuar këtu së bashku në promovimin e një libri dokumentar që ka të bëjë me të përsekutuarit politik shqiptar të viseve shqiptare që mjerisht administrohen në Malin e Zi. Përfshin e periudhë të vitet 40-ta deri në vitet e 80-ta. Autori i kësaj vepre është Gjylaver Avdiu, që me përkushtimin e denjtë e tija ka bërë përpjekjet për të hedhë pak ca dritë mbi fatet e bashkombëve të tija të kësaj periudhe famkeqe që shqiptarët përjetuan përsekutimet pothuaja të një përsekutimit të papartë të popullit të shqyrtuar. Pra, autori me një fjalë deshti të emëroj viktimën dhe fare kryesin mos ta emëroj sepse vepra e tij e dëshmon atë. E dëshmon kryesin e veprës se duke ia numëruar plagët e rënda të bashkombëve të tija. Prandaj ju dëshirojmë mirëseardhjen e promovimin e këtij librit që titullohet me titullin Pishtarët e Lirisë. Pse bashkë Pishtarët e Lirisë? Pishtarët e Lirisë sepse këta ishin në vazhdën e lëvizjeve kombëtare për liri, bashkim dhe integrim gjithëkombëtar. Fatet e hidhur të asaj periudhe famkeqe të historisë së përshtypjes, së nënçmimit për uljes dhe shparosjes, fatkeqësisht në të pavarësuar për numrin e madh të atyre që sot nuk gjenden në mes të zgjatur. Prandaj, ju ftojmë të gjithë së bashku për respektin e atyre që pushojnë sot dhe këmbajnë shpirtat e tyre në tokën e jetëve të parë, t'u japim një minutë heshtje. Lavdi. Për të nderuar këtë promovim të librit, e mori përsipër Mërgata Shqiptare Mancis Plasë Gucis, pra Fondacioni Plasë Guci me Selin e Njërë. Sot për të nderuar ka ardhur njëri prej personaliteteve të denja kombëtare tona, i cili me gjithë forcët e përpjekjen e tij bën që të bëjë ruajtjen e atyre vlerave kombëtare në Mërgat për në një vend ku mund të ndodhin shumë gjëra të cilat të padëshirueshme si asimilimin, si ajo që nuk i përket popullit tonë, pra dalja nga kornizat e shenjës tonë kombëtare. Ky njeri me përpjekjen e tij dhe quhet Esat Recep Xhambalaj, që do doja ta nderoni me një duartërkitje të veçantë. Promovimi i librit bëhet në patronazhin e Fondacionit Plasë Guci. Zoti Xhambalaj do ta ketë fjalën e vet, por për të mos harruar se këtu kanë ardhur bashkombës tanë pjesnik, përjetues dhe dëshmitar okular të atyre që i përjetuan bashkombas të tyre sot në këto korniza të mbetura të përvojtura të shqiptarëve që tash më parë mjerisht administrohen nga Mali i Zi. Na ka ardhur një njeri i shenjtë i kombit shqiptar, një prej promotorëve të lëvizjes së bashkimit kombëtar, njeriu i vlerave të gjithë kombëtare, njeriu i çmuar në të gjitha cepet e atëveut, Selatin Novosela. Po ashtu e shoqëron dhe një bashkëpërjetues i përsekutimeve, Binak Ulaj, bashkëvendacion. Veprimtari, patrioti, pedagogu dhe urdhërlidhësi i gjitha viseve shqiptare, Avni Dehari. Kemi dhe shumë njerëz për të respektuar dhe për të nderuar këtu. Njerëz përjetues të ngjarjeve okulare që të më parë përsekutimeve nga regjimet e errëta shovene, slave, njerëz të moshës që kanë përjetuar. Zotri Ymer Ali Ahmeti. Kemi dhe krijues të veprave letrare që kanë hedhur dritë mbi fatet e popullit të tyre. Mbi gjithë ata që i kurorëzon kombin e tyre. Krijuesin në mes se 20 e ca veprave. Shkrimtarin, etnologun, folkloristin, eseistin dhe publicistin tonë të njohur, Hasan Isuf Xhambalaj.
Shpërndej, në emër të tij dhe kam një manet për të përshëndet bashkëkombësit dhe bashkëvendasit e tia, duke marrë parasysh gjendjen e tij shëndetësore. Ai ka marrur një udhë të gjatë. Në bisedën që kisha me te, po me ndau dhe jeta sot do të vi bashkëvendasve të mi për të vizituar ata dhe ndoshta ose fondi për të dhënë një dorë bekimi. E morë përsipër temën të tij, që i falenderojmë pa mas, që e sollëm sot me vujtjet e tija shëndetësore që t'jetë këtu para bashkëkombësve të tij. Të përshëndet sinqerisht me gjithë zemrën, me dorën e artë të shejtia, me mendjen të pendën e pretë. Me emër të Mërgatës, po ashtu, përshëndesim patriotin, humanistin dhe njerin për promotorëve të lavdishëm që sot mes ne gjindet, ai është Pasdi Recep Gjambala. Gjithsesi të gjithë jemi bashkuar këtu rreth një njeriu që na ka nderuar, na ka ofruar në rrjeshtin e artit të shkruar. Pra, gjithsesi, nderi dhe gjithë respekti i takon krijuesit e kësaj vetre, pishtarët e lirisë, pra shkrimtarit Gjylaver Avdiu. Fjalën e emër të të gjithë saj jepi profesor Fadil Adil Ulës. Të nderuar qytetar, miq intelektualë nga Kosova, vëllezër e të respektuar nga diaspora, përfaqësues të Fondacionit Plau Bosnin në New York, Zoti Gjylaver Avdiu, ku për emrin tuaj sot jemi bashkuar këtu në promovimin e librit Pishtarët e Lirisë, mirë se keni ardhur të gjithë dhe përshëndetje të ngrohta për të gjithë. Autori i këtij libri, Zoti Gjylaver Avdiu, i kishte caktuar vetes një detyrë sa të vështirë, por me një peshë veçantë historike, nga vetë fakti sepse shkruash për viktimat e një sistemi shtyp shtetëror, përkatësisht të një sistemi okupues dhe viktimat atij sistemi, për ekzekutimet e shumta pa gjyq, arrestimet dhe përndjekjet e shqiptarëve, vetëm që i dëshironin të drejtat e tyre kombëtare dhe politike, është një punë me mund dhe me përkushtim të madh. Këtij qëllimi Gjylaver Avdiu ja ka arrit me sukses duke përshkruar keqtrajtimet, përndjekjet, arrestimet, dënimet me mira vjet burg të bijve dhe bijave të popullit shqiptar, duke pasqyruar ngjarje dhe rrethana për një periudhë gjatë kohore, që nga pushtimi i trojave shqiptare, pra që nga fundi i vitit 1912 e këndej. Autori i librit Pishtarët e Lirisë na ka dhënë portretin moral të këtyre njerëzve, këtyre bijve dhe bijave të popullit tonë, të cilët së bashku me pjesëtarët tjerë të popullit derdheshin në dhomën e terror të vazhdueshëm, vetëm se jetojnë mu pranë atij kufiri që ka ndarë dhe vazhdon ende të ndanë trungun e atë vend tonë përbashkët. Vepra në fjalë na nje me përsekutimet, arrestimet dhe burgosjet të shqiptarëve, duke i dhënë lexuesit të kuptojnë jetën e rëndë të tyre në përburgjet e Jugosllavisë, pra të atyre që me stoicizëm të pashash mbijetuan në burg të mbyllur, por duke mos janë anash as fatin e popullit tjetër shqiptar, që jetonte në burg të hapur në okupim. Në faqet e pare të librit shohim figurat dhe emrat më të shuar të luftëtarëve dhe prinçve të tyre në mbrojtjen e tokave shqiptare, si Ali Pash Bucin, Haxhi Zekën, Jakub Ferin, Isuf Sokolin,
Shaqir Bushatin, Delxha Lulin, Çon Mulën, e të tjerë. Renditja e librit sipas kriterëve historike është rëndësi duke përshkruar rrethonat të ngjarjeve politike rreth viktimave të sistemit ish-jugosllav në trojet shqiptare të rëna në okupim në Mallëzi. Numri këtyre viktimave dhe i të ekzekutuarve edhe pagjësh nuk ishte i vogël, por një varg i gjatë në përtrebat tona që këtu në pjavën Bosinke, gjerën qilët i varë. Siç i di me emrat të nga trebat tona, Pulecima, Selman Fakuni, Moluka, Çum Tahiri, Bek Piseni, Budak Piseni, Bajramoni, shumë të tjerë. Përpos viktimave dhe të ekzekutimeve të shumta, libri na ofron të rrona rreth burgosërve politik që u bën shembull i pafyeshëm dhe simbol i krenarisë kombëtare në përburgjet e tmerrshme të Jugosllavisë. Si shembull të kësaj qendrese dhe këtij guximi duhet përmendim patjetër Aisha Xhambari, si njëra nga femrat më të njohura politike në Jugosllavi, Bina Kulaj, Recep Gali Balidemaj e shumë të tjerë. Vepra është shkruar me një zgjidhje të kuptueshme, duke në dhënë elemente më kryesore të personazhëve të librit për veprat dhe përpjekjet e të cilëve do të mund shkruheshin monografi të tëra, shumë vëllimshme. Edhe pse libri mund të ketë lëshime dhe zbasirat e veta, autori Zylevera Avdiu është nderuar për angazhimin dhe kontributin e tij, duke zbardhur të vërteta për viktimat dhe burgosjet e shumta të shqiptarëve nga një politikë dhe sistem i pamshirshëm serbo-malazez gjatë gjithë shekullit 20. Ju faleminderit. Pra, si të kam e parë, ai që sot shëndrit si një ju në gjithësi, jo vetëm mallësinë e plasës Gucis, bashkopas të tija në këtë vend të mbetur, të lënë paksa pas dore Zotit dhe kombit. Munduam sot që me zërin sa të vogël ta thrasim dhe ju përgjigj më dhe shtia e fisnikut ton Selatin Novosevës. Ati japi fjalën dhe nderin keni ju Zoti Novosevë. Gjëja parë që të thoja tash është që e mbi vete shumë keq që me kaq vonesë në moshën time 66 vjeçare të vi për herë parë në Gusi. Kjo është ajo keqëria ime e parë, për të cilin kisha lutur më ndjeni. Përndryshe Gusia me burrat që i ka dhënë edhe rrethet e saj është pjesë e historisë tonë më të lartishme. Prandaj në ka të bosët Gjyraveri me vepën e tij, por e sikur më stishte kjo vepër, ndoshta do të vanohesha për ndonjë ditë. Prandaj falenderoj shumë që ka qenë shkaktar për ta këto. Përndryshe, në emër të kryesisë të fshatës burgosë politikë Kosovës dhe kryetarit të saj, deputetit Idet Hysenit, veprimtarit e njohur, ju përqet urimet dhe përgëzimet mas pari autorit për veprën, kurse juve gjithsesi përshëndetjet. Është një fjalë një poeti, një dietarit meqëm, i cili thot ëndrat më të bukura shihen në burg. Prandaj, të burgosit politik e jashtë trungut të nëndës Shqipëri, që me aq kënaqësi dhe dashuri kemi thonë gjithë njerëz kur që e kemi në Shqipëri, të gjitha ëndrat më të bukura i kam pa mua veprimtarët më të burgosit politik. Burgosit politik të Republikës Kosovës, që të bëhet Kosova Republiku do shumë mund, shumë përpjekje, një pjesë të cilës e keni dhënë edhe ju nga ky rreth, edhe kështë shqiptar që jetojnë në Malëzi fatkeqësisht të ndarë. E kanë dhënë edhe të Luginit Preshevës, edhe të Maqedonisë. Që do të thotë, të gjithë shqiptarët e burgosur, që nga viti 1912, nga viti i tmerrshëm,
e posaçërisht nga 1945, kur fillon fort të organizuar të vepron irredentizmin në tokat tona shqiptare, i ka bashkue një vije kuqe, i ka bashkue ideale, i ka bashkue një dëshirë, jo dy, që të bashkohen në një shtet etnik, me një kryeqytet, me një flamur, me një gjuhë dhe me një udhëheqësi. Fatkeqësisht,